Ibrahim bin Edhemi I përket brezit të tabiinve. Ka lindur dikur rreth vitit 100 sipas Hijretit, ka lindur në Mekë. Babai dhe nëna e tij kanë ardhur për ta kryer haxhin dhe gjatë ditëve të haxhit ka lindur Ibrahim bin Edhemi. Siç përmendet në përshkrimet biografike, ai rrjedh nga një familje e pastër, madje babai I tij është vlerësuar të ketë qenë një lloj mbreti I cili ka pasur pushtet dhe pasuri. Dhe kjo ka bërë që Ibrahimi në familjen e tij të hershme të ketë një jetë të begat, një jetë luksoze, një jetë përplot të mira. Por Ibrahimi me kalimin e kohës e ka lënë luksin për t'ju kthyer asketizmit. E ka braktisur dynjan për t'ju rikthyer vlerave të vërteta shpirtërore. Është kthyer sërish në Mekë dhe aty është shoqëruar me Sufjan Thauriun, dhe Fudail bin Iyadin. Dhe këta dy, Sufjani dhe Fudaili, kanë qenë njëherësh edhe nxënës të tij. Më pas Ibrahimi ka shkuar në Sham, ku ka jetuar deri në vdekje. Ka ngrënë nga ajo që e fitonte me dorën e tij. Pra, e ka braktisur një jetë luksoze, ka pasur mundësi që të jetë trashëgimtar I një pasurie të madhe, por nuk I ka bërë këtë gjë. Ka ngrënë vetëm nga ajo që ka punuar, pra nga fitimi që e ka pasur nga puna e vet. Ka punuar sigurisht se punë të rëndomta, punë të thjeshta, punë krahë, si themin në gjuhën popullore. Kishte një vullnet të jashtëzakonshëm, pra për të e rëndësishme ishte që ta fitonte pasurinë halal dhe nuk shikonte se çfarë pune bënte. Kishte aq shumë vullnet, saqë në rastet caktuara puna e tij matej me punën e 10 burrave. Punonte dhe citonte këto vargje. Thoshte, merre Zotin për mik, e nga njerëzit largohu dhejk. Pra, përkushtoju vetëm Zotit tënd dhe mos shiko se çfarë thonë të tjerët për ty. Ishte bujar, ishte dordhënës dhe ishte modest. Ai thoshte kësaj: kujdes nga mendimallësia dhe vetmashtrimi me veprat. Shikoni sa I përket gjendjes materiale, ata që janë poshtë jush dhe jo ata që janë sipër jush. Kush e ul veten për hir të Zotit, Zoti ka për ta ngritur atë. Pra, Ibrahimi ishte I veçantë. I veçantë edhe në kuptim të dijes, I veçantë edhe në kuptim të vlerave, edhe në kuptim të punëve të cilat I bënte. Prandaj disa dietar e kanë vlerësuar aq shumë saqë Sufjan Thauriu, të cilin ne veç e përmendëm, konsideronte se Ibrahim bin Edhemi I ngjante Ibrahimit alayhis salam. Dhe thoshte sikur Ibrahimit kishte qenë sahabit, kishte qenë në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, do të kishte qenë prej sahabeve të dalluar. Pra, po të kishte jetuar në kohën e sahabeve, sigurisht se do të kishte qenë prej sahabive të dalluar. Bishr Hafiu ka thënë kësaj: Ibrahimi ka qenë një njeri I cili nuk ka ngrënë nga feja e vet. Pra, ka pasur një autoritet të madh, ka pasur një famë të madhe, që po donte, do ta shfrytëzonte dhe do të bënte jetë luksoze. Por Ibrahimi nuk e ka shitur fenë e vet dhe nuk ka pranuar që të hajë nga feja e vet. Ka punuar me dorën e vet dhe ka bërë jetë modeste, jetë të thjeshtë, por asnjëherë të vetme fenë e Zotit nuk e ka shfrytëzuar që të përfitojë të mira materiale për veten e tij.